Javë të mbarë, mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes, mirë se erdhët në Reze Dielli. Uroj të keni një javë të mrekullueshme. Në programin tonë do të kemi tematika të dobishme që lidhen kryesisht me këshillat e verës, me këshillat e vapës, si ta menaxhojmë, si të veprojmë me zgjuarësi, si të gatuajmë me zgjuarësi, e mbi të gjitha me histori frymëzuese që vinë rishtazi për t'ju frymëzuar dhe ju dhe për të kaluar orë të këndshme të mëngjeseve në Reze Dielli. Në ditën e hënë kemi traditën tonë në programin e Rezes, sepse rubrika e gatimit vjen ndryshe, rubrika e horoskopit padyshim vjen me të rejat nga fusha astrologjisë për 12 shenjat e zodiakut për gjatë gjithë kësaj jave, e po ashtu në rubrikën tonë të njohur tashmë dhe shumë të dashur për ju, Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merjan, do të ndalemi tek një prej bimëve fantastike të këtij sezoni, siç është bima e lules së Basanit, vetit kuruese, përdorimet e saj në gjendje të ndryshme shëndetësore dhe mbi të gjitha si të prodhoni vetë në kushtet e shtëpisë vajin e famshëm të Basanit. Ta prodhojmë këtu në studio. Tani është momenti të shkojmë në kuzhinë të zbulojmë recetat e kësaj të hëne. Jani. Mirëmëngjes, ja të kemi në kuzhinë, gjithmonë të pozicionuar në banakun e Rezes, në kuzhinën më të madhe për krejtëve. Bravo! Qa do na gatuar sot? Një sot një gatim me kunguj me oriz. Është gatim shumë i thjeshtë, nuk ka asgjë të përbër, kemi orizin, qepën, kura punat e qepa, një gëzhe. Si veprim nga Angeli për ta bërë para se të hynim në transmetim, që të mos hyremi në zhurmë. Sepse në këto gatime duhet gjithmonë që i patjet imët. Nuk më duhet as pure, por edhe thika nuk e bën të prerje të tillë. Duke shtuar yndyrën, unë ngelem tek fjala që tash nuk ka asgjë të përbër, normalisht yndyra as zgjar vetëm vaj ulliri. Dhe a e dini ju? Problemi më kryesor në shëndetin ton, le themi, është mishi, është dhjami. Problemi kryesor është vaj të njeriu. Yndyrnat që zgjedhim të përdorim. Vaj të njeriu, sepse ne përdorim vaj të përpunuar. Zuam ne, sepse shpesh herë ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe duhet të pranojmë të vërtetën, që vetëm vaj ulliri që ne e marrim në të sigur që e dim, dhe më pas çdo lloj vajrat janë të përpunuara, janë vajra industrial. Që kështu, mua më takon ta them që gjithmonë të kemi kujdes çfarë ne gatuajmë, dhe themi ne jemi atë çfarë ham. Absolutisht. Tu qepën e kam grirë për të dyja gatimet, Kështu që marrim aq sa na duhet. Përdor vetëm gjysmën. Uje që të son pak edhe e tret. Dhe e spostoj sepse më duhet për recetën tjetër. Pra ky gatim pas ka vetëm 3 produkte. Orizin, kungujt, qepën, hudrën. Kam hudrën, që duhet ta gri dhe direkt ta shtoj tek qepa. Një thelpi hudrën, më tepër nuk duhet, këto janë aq të voçkra sa që janë të pallogaritshme. Mund të jenë të vogla, po janë më organike, më të mira se largoj dhe se të mëdhajat. Siç e keni vënë re, hudrën e përdor të tillë. I lë derisa të shpirohen të gjitha aroma, derisa të ndihet ajo era e fuqishme e hudrës të fillojë dhe të shuhet. Ai është momenti i duhur. Pakos fare krip këtu. Dhe kapakun. Direkt spostoj. Duan 2 mesatar, 2 kunguj mesatar. Në kubik, ose në
në disje. Janë të ujshëm, kanë ujë shumë në përbërjen e tyre. Po, ja. I presim. Që zbuten dhe zjen kollaj. Imët. Ka diku të 2 kunguj mesatar. Orizin, të shplar dhe disa pika limoni që na duhet e marrë dhe e trazoj. Pra si e kemi shplarë, e kullojmë aty. Pra ku është edhe lëngu i orizit, gjë që ne na duhet, ti duhet më saktë nikit, për... E përdorim lëngun e orizit, e për maska kemi treguar, për flokët, dhe nuk shkon dëm, dhe mos kur e shplaj me ujnë e ngrohtë që lëshon më mirë atë lëngun e vetë. Në momentin që fillon edhe bëjt të grobzat si puna e pilafit, shiko, mua më duhet të shtoj orizin. Tani ka orisin, këtu i bje ta skuqim pak, ta i japim gjyrë orizit? Po, sepse janë lëngjet e qepës derisa të unifikohen shijet dhe derisa të përthitët lagështira. Do të thonë ju, përse ju do të shtosh sërish ujë? Po patjetër, sepse dua të punohet deri në pjesën e zemrës tek orizi. Ka orizi zemër, të gjithë kanë zemër. Në ato mesin të gjithë kanë zemër. Askush zemrën nuk e lepen, përveç orizit që i lë në gatim. Po. Ja marim ne dhe lëm që të na shijoj. Pra, ta lëm deri sa të shojmë të jetë më transparente kokra. Kam parë në një pjesë që nënat, dhe vërtet nënat nuk duan të shkëputet kordoni nga nënat e fëmija, e duan që ta kenë gjithmonë fëmijën pranë. Kështu është në disa gatime, dhe unë them që kordoni që nuk shkëputet është vetëm kordoni qepës, sepse qepa është e domosdoshme pothuajse në të gjitha gatimet. Pothuajse, janë disa gatime të vogla që nuk e duan, por dhe kur themi të shqetoj e përmetit që nuk e do qepën, sërish të do, sepse ekzistojnë disa krahina, ekzistojnë disa krahina si që kanë qepën, e lënë të marri shijen në ndyra. Dhe më pas e heqin, pra thjesht të bëjt ajo pjesa e verdhë, jo një kafe. Që që kam, do të shtoj masën e ujtë, nuk e bëj det, ansoret do të kemi gjithmonë kujdes, shtoj pakën piper, për të pasur ato shijet e duhura, dhe normalisht edhe pakës fare krip. Gjithmonë, ujnë e shtoj avash, duke shtuar nga dalë dhe gradualisht më sakt, kemi gjithmonë një zjerje shumë të mirë dhe gatimi ka më tepër shije. Po, i vë ka pakun dhe më duhet pak lëkur limoni. Pra më duhet lëngu i limonit, si kurse dhe lëkura. Dhe kungujt i bie t'i shtojmë pasi të ketë zjerë mirë orizi. Pak. Se janë të njomë edhe nuk i duhet shumë kohë për të gatuar. E kam thënë, kur le shikojmë bërthamën e limonit, ne kemi pothuajse, jo të ngjashme, kemi kardamonin. Kardamonin që ka madhsin e bërthamës e limonit, po thjesht është me lëvozhk. Marë nga ana, nga kjo andës, marë lëkurën. E jep atë aromën, ndjenjën e freskisë. Një nxitje të ushqimit, pasi që pak nga ana më e theksuar mesatare e rendes.
sërisht ka lëng. Kam edhe një pjesë këtu. Dhe ky limoni që ka plot lëng. Kemi thënë që limonat janë në kategori të ndryshme, është ajo lëkura e trashë që përdoret për glikot, dhe është lëkura e hollë që përdoret gjithmonë për t'i marrë lëngun për lëngjet. Orizi është ai bardhi kokërrumbullakët që e lëshon dhe pak ato një seshten, që e trash lëngun, plus që është dhe qepa, sepse në raport me kungujt që janë të ujshëm, edhe që nuk veprojnë të trashja e lëngut, por ndihmojnë në përmirësimin në shije dhe në kombinimin shumë të mirë që i bëhet me orizin. Të humë të fara, kur shkoj më del për para. Po, por dhe Hirusha që ishte Hirushe, atë kungullin bëri karotë dhe gjeti princin, që kështu mos e në vlefsoni asë njëherë kungullin. Dhe jo vetëm për këto legjenda dhe këto prallat, por edhe për vlerat që kanë kungujt, dhe kemi thënë herë pas here për vitaminat që përmbajnë, për sasinë e ujit janë hidratuse dhe duhet të përdorim të konsumojmë tani në verë sa më shumë ushqime që kanë ujë, që të na hidratojnë, sepse temperaturat bëjnë të vetëm, ndikojnë në gjendjen tonë fizike edhe mendore. Shohim tani një përmbledhje të recetës tonë, të kungulleshkave me oriz. Jemi drejt përfundimit të recetës, do të presim dhe pak minuta sa të zjej orizi që të shtojmë kungujt. Oriz me kungujt të njom dhe koper, cilën do t'ja shtojmë në fund. Një filxhan oriz të shplar, 2 kunguj të njom, 1 qep mesatare, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 tuf koper e freskët, 1 thelp udhër, gjysëm limoni, lëngu dhe pak lëkure grirë, 2 filxhan ujë ose 2 filxhan lëng perimesh, krip, piper i zi. Kjo është receta e plot, një recet vere, ndoshta ju kujtojmë që ta përgatisni këto ditë, nuk ka shumë shpenzime, dhe del shumë e shishme. Kungujto në rath o në kubik, thamë këtë gjë. Sa më ka jo risotto, po ta marrësh, unë e them shpesh, disa, për shumë, fillon dhe sa e bëjnë punën e tyre më të vështirë. A vë me pak ujë? Po, nga pak e nga pak. Nga pak e nga pak, sepse çdo gati nga pak e nga pak ujë do. Vetëm nxjerrja e mishit që kërkon që nivelet e jetë baraz me mishin. Shtoj sërish. Pjesën tjetër të ujit apo të lëngut të mishit mund të keni tepruar nga dje. E të marrë edhe pak ujë të nxehtë nëse të duhet, se edhe pak ujë do lëshojnë dhe vetë kungujt. Për shembull, disa thonë, nuk duhet ujë që del nga orizi. Unë e kam shplar herën e parë orizin, pra kam bërë shplarje shumë të mirë. Ajo shplarja e dytë, duke shtuar unë këtë mas ujë, normalisht e bëj më kremoze, është që si kur ju të shtoni një seshte. Pra, dhe jo më kohë që e lash, e shtoj. Masën e duhur të kripës, vetëm që kemi pak kujdes, se sa e imët është kripa. Aty dhe le të bëhet avash duke i shtuar unë edhe sasin e tufës. Gjysma e tufës në fillim. Dhe gjysma tjetër do jetë një spërkatje në fund fare. Dhe në ka kombinim më të mirë të koperit me kungullin, shkojnë shumë në shije. Ja edhe trajta afër përfundimit të recetës, kunguj do fillojnë të mblidhen pak, të zbuten,
Orizi do të ziej plotësisht. Rregullojmë shijen me piperin, me kripën, pak vaj për ta mbajtur më të zbutur. Shtoj. Dhe limoni. Lëngun e limonit. Lëkurën e limonit e kam shtuar më përpara. Ja. Pakës fare ujë. Sa ujë? Aj sa matë më jetë? Kaq. Si përfaqja. Do të përthithet kjo sasia ujtë, do të jetë e thatë. Kjo është masa e duhur. Duke i vendosur kapakun, ulim pak nxehtësinë dhe jemi në rregull. Dhe këtu ka shpërthyer kjo aroma e koperit, aq e freskët dhe qetësuese që është. Ne do të presim që të përfundoj receta zjerjen, ndërkohë do të rishihemi menjëherë pasi të ketë përfunduar oferta e ditës së sotme të Prostatol Kompleks. Rikthehemi menjëherë pas pak. Rikthehemi, kemi receta të tjera për ju, kemi përfunduar të parën, gatimin ton të parë, oriz me kunguj dhe koper, ndoshta është gati tani për ta servirur, shifeni pak përfundimin. Gropëzat, siç gatuajmë pilafin, tregojnë që mund të kemi edhe recetën të përfunduar. Janë zbutur kungujt. E lëni derisa të thahen lëngjet, sepse gjatë ftohjes do të pikset, po. Po, do të pikset. Kështu, unë Prit. Ashtu. Kështu që ne po e servirim në farë mënyre. Edhe masën tjetër. Pra, është një gatim. Gatim verë. Që shkon me ngjyrës së verë dhe jeshile, sepse është limoni, që është lëkura e limonit. Dhe një përzierje shumë të mirë. Ja. Kjo është dreka jonë për sot. Do ftohet dhe do shijohet një spërkatje lehtë me pak vaj ulliri, freskët. Dhe ja këtu, me sluleve, me zbimve. Shpresoj që të na keni ndjekur me vëmendje dhe menjëherë ta përgatisni pse jo në drekën e sotme, sikundër na thoni që gatuajmë së bashku me ju. Pra, oriz, kunguj, koper, një hudhër, një qep. Vaj ulliri, krip, piper të zi. Kaq do kjo recet, e nisim me kaurtisin e qepës, më pas e kriposim, duke shtuar edhe piperin e zi. Më pas, kujdesuni edhe lëngun e limonit ta shtoni nga fundi, lëkurën e limonit gjithashtu ta përdorni, sepse ndryshe është lëkura, ndryshe është lëngu, e kemi thënë këtë për aromat edhe specifikat e secilës, dhe receta përfundon kaq shpejt, kaq thjesht dhe është kaq e shijshme. Tani do kalojmë tek receta e dytë. Kemi një çorbë. Kemi një çorbë të Shkodrës. Çorba e Shkodrës. Që më duhet, kam vendosur për salcën, kam vendosur një tomate dhe një spes kuq. E dini tashmë që jep një shije më ekstra, më të veçantë. Për të plotësuar shijen akoma dhe më të duhur, e rregulloj dhe me piperin e kuq. Pra të treja këto, ku themi 3 komponentet, të treja këto, ky trekënd shi i duhur dhe i saktë është që mua më jep atë shijen ideale. Për të më dhënë shijen ideale, në fillim fare, siç e thash, nuk shkëputet asnjëherë nga kuzhina, kordonit e kuzhina, qep, vaj, direkt. Jo në tigan, tu më duhet të jetë nxehre. Shtoj qepën me pak fare ujë. Duke ndihmuar me pak fare krip. Pra të njëjtin proces e kishim qepën kapakun e recetës së parë. Zbutet shumë kollaj, madje është fare e padukshme edhe tek orizi. Nuk dallohet fare për ata që në familje kanë problem
kur duket apo jo qepa. Janë shtuar varietetet, edhe salami mortadella, edhe parizieri, prosciutto e pulës, është pasuruar shporta jonë nga isaj, paketime familjare dhe për biznese gjithashtu. Është një zgjedhje e këtyre barbecue-ve apo ekskursioneve për të pasuruar edhe shijen, edhe për të zgjedhur një produkt cilësor. Çorba do të ketë, siç tham, qepën, ti tregoj edhe një herë produktet, sa të bëjmë gati atë salcën e kuqe që japim një ngjyrë më të ndezur përmes specit të kuq dhe përmes domates së kuqe. Çorba shkodrane, nga anvisat e Shkodrës, një recetë tradicionale, përmban 3 lugë miell gruri, 1 lugë gjalp ose vaj ulliri, 1 qep mesatare, 1 thelb hudhër, 1 lugë salcë domate ose 1 domate. Tani, me qënë sa është sezoni, përdorim domatet. 1 litër e pak ujë të nxehtë ose lëng mishi, 1 lugë uthull vere ose limon, 1 tufë majdanoz ose nenexhik i freskët, krip, piper i zi, pak spec të kuq të ëmbël. Shkodranët e përdorin edhe me majdanoz, edhe me nenexhik recetën. Filloj dhe ka domate me lëng, që s'ka nevojë për ujë, se bëhet një salcë kuqe. Shikon ngjyrën, njësoj si ngjyra e luleshtrydhes kur ne bëm akulloren, por kur e vendosim që bëm një përzierje me kosin, normalisht ja ku e kam. Ela. Është skuqur qepa. Zverdhur, zbutur. 3 lugë gjelle miell. Miell, çfarë të doni ju? Çfarë të doni ju? Për çdo përdorim, bio, kemi hapur të paketimi një shil, se çoku kemi gatuar dhe me miellin, me paketimi një shil, miell bio, sipas karakteristikave dhe vetive që çdo produkt i Olës, ashtu i veçojmë edhe në, po jo se nuk përdoren për receta të ndryshme. Pra edhe ky lloj mielli mund të përdoret për çdo gatim tuaj, po ka disa specifika të tjera që ju i lexoni edhe te paketimi. E ndihmojmë. Pra, në këtë rast nuk e ka urdisi mielli, e shtojmë tek pjesa e qepës, siç edhe e ndoqët, pasi shtuam pra 2-3 lugë miell, direkt në filloj të kem të masën homogjene. Mos u shqetësoni se nuk ngelet e kokrizuar, absolutisht. Fillim do t'ju ngatroj pak qepa, sepse qepa mbledh mielli në vetvete, por nuk kokrizohet. Ja, avash avash. Nuk e shtojmë ujin as të nxehtë shumë, duke shtuar të nxehtë shumë nuk bën, po sikurse edhe të ftohtë jo. Pra gjithmonë ambienti. Normalisht tani temperaturat janë që ndihmojnë, nuk është ujë i ftohtë. Kështu si bëhet si një krem. Ja, në këtë mënyrë, duke e trazuar me lugën e drurit, nuk në mbeten kokrat. Patjetër që punojmë edhe kokrizat. Po sepse e ka mielli. Mielli i grurit sidomos, sepse mielli i grurit me qepën, sidomos me qepën, sepse ne nëse do të vendosim vajin dhe miellin në masa të barabarta nuk ka shans që t'ju kokrizohet. Siç bëjmë me beshamelin. Ne thjesht shtojmë, vendosim më pak vaj dhe vendosim miell më tepër dhe kemi me atë rezultatin. Atë rezultatin e marrim e vendosim në blender dhe ja ku e kemi të duhur. Do të shtoj. Tani të shtojmë salcën e kuqe.
Ne kam përshtypjen që kjo është një recetë që konsumohet në çast, apo jo? Se duke ndenjur, ka mielin brenda dhe fillon dhe trashet, duhet si një pelte e trashur, ndaj do ishte mirë që të konsumoheshe në çast. Shtoj piperin e kuq. Po të doni ju piperin e kuq, e tresin ose e digjnin në gjallë. I e paron, por ama kush ka probleme me stomakun nuk i bën mirë. Po. Dhe e le të punohet dhe të zihet avash, punojmë avash, derisa ne jemi të sigurt që s'kemi Kokriza. kokrizat. Ja si është zgjidhur një mënyrë gatimi nga dora e gjysheve shkodrane, për të përfshirë aty specat, domatet, pra diçka që kombinohet mirë. Shvariant të stinës. Do shtoj uthull molle. Të japi atë aftësinë. Do ul temperaturën. Dhe e lëm që të qetësohet, marrë një val, të zihet. E ndërkohë, ne përmbledhim produktet e shkruara në këtë recetë të gatuar tashmë, çorba shkodrane, që përmban 3 lug miell gruri, 1 lug gjalp ose vaj ulliri, 1 qep mesatare, 1 thelpi hudhër, salcë domate ose 1 domate e pjekur mirë, 1 litër edhe pak 1,2 litra ujë të nxehtë ose lëng mishi, 1 lug uthull vere ose limon ose uthull molle, 1 tuf majdanoz ose nenexhik i freskët që ja shtojmë në fund fare, kur të ketë mbaruar procesi termik, kri piper i zi, pak spec i kuq i ëmbël, i shtuar kështu siç është, ose i djegur në pak gjallë. Tani të ta bërë më kremoze dhe më delikate, në raksem. Heqim nga nxehtësia. Dhe ka një zhurmë, si kur thotë nuk dua. Po do. Të ngjirë, ka një zhurmë të ngjirë. Ne kemi edhe majdanozin edhe nenexhikun këtu, kështu që do t'i provojmë se cilën do të shijoj dhe preferoj më shumë për t'ia shtuar dhe për t'a freskuar. Dhe kur të rikthehemi, e lëm të ftohet, ndoshta pak. Bëjmë një pauzë, pak reklama, rikthehemi më njëherë më pas për të servirur edhe çorbën e Shkodrës dhe detyrimisht për të kaluar tek receta e tretë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të hapësirës tonë të gatimit. Kemi përgatitur 2 receta për anvisat që sapo ju bashkuan në ekranit tonë, kuzhinës së Reze Dielli. Kemi përgatitur oriz me kunguj të njom, çorbën e Shkodrës, që po japim edhe detajet e fundit, aromat e recetës, një supë, një çorbë, një gatim i shpejt. Ka domate, ka speca brenda, pak hudhër, qepën, 2 lug miell, dhe bim aromatike. Nëse doni ta përforconi më shumë shihen, i shtoni në mendër, nenexhik, djozën, poshtë me që është shkodran, është një gatim i anvisave të Shkodrës, po themi mendër. Po. Largojmë shkopint, vetëm dikur u duheshin gjysheve shkopint, edhe shponin në veshët kalamajve. Po, në shi kam të shpuara. Hithër, të vendosur hithër në vesh, e lyer në gjallë, hithra nxehtë. Shkopin e bënin me maj, si bie. Jo, me gjylpër, shkoj gjylpëra me fjen e peut, edhe më pas çdo ditë, po, 2-3 herë në ditë me vaj që peut e lëvizte. Në momentin që peut lëvizte kollaj, po, vetëm kur nuk e bëje këtë, atëherë futej shkopi i rozmarinës. Më pas ishin vathët. Po. Shkopi i rozmarinës për çfarë? Për disinfektim? Jo, kur hiqe peun, pastaj vendosi shkopin. Dhe shkopi do thoshte që është gati për të vendosur vathën, se vati ishte metal. Në atë po edhe në atë madhësi apo trashësi të vëthit. Shtoj pak mendër dhe
pak vjozëm. Ma disa nuk kujtuar, nuk vendosësh në direkt vëth, po vendosësh edhe një pe. Jo, fillim vendosi të gjylpëra. Të gjylpëra, kur fute ishte peu. Ishte peu. Lidhe peu gon, që mos ikte. Me vaj e lëvizje vazhdimisht gjithë kohës. Ti e thua, mua më rrëqe trupi. Kështu jam në shportet e shëtë e mi. Më pas, i që shpeu, kur ishte i lirshëm, dhe vendosej shkopi i energjikut. Hiqe shkopi më pas, kur shikoj që ishte lirshëm dhe nuk ishe problem në vesh, më pas vendoseshin në Lirja vëthët. bëheshe në mënyrë të vazhdueshme që të mos zinte kore, mos infektoheshe dhe të qëndronte ashtu procesi. Tani servirim pak se kaluam çorbën që duhet ta konsumojmë kështu në çast, gatuhet në moment, mos pikset më shumë se ç'duhet dhe del shumë e shijshme. Edhe bimët i kanë dhënë një aromë dhe një shije karakteristike. Mund shërbesi pjata e parë para një gatimi tjetër të lehtë. Duke. Ja dhe receta e dytë. Të dyja mund të kombinohen shumë mirë në tryezë. Mund të konsumohet çorba e parë dhe më pas orizi me kunguj të njom. Ja dy recetat e para. I fërshkojmë pak me ngjyra shishme. Edhe që të sjellin një oreks të mirë, të lehta. Dihet që këto recetat e këtij sezoni do të jenë verore, të thjeshta, me pak përbërës, të lehta për organizmin dhe të shijshme. Dhe detyrimisht kemi kaluar në recetën tonë të tretë. Pra, taratori tradicional ynë, sepse kemi parë dhe në mënyra të ndryshme, po tamam tradicional është kastravec, krip, vaj. Kosë mund të dhe i trash, mund të bëde me salcë kosi, kur kemi salcë kosi e hollojmë pakës fare me ujnë e kosit ose me hirën. Pa tjetër duhet kemi uthulla jep atë shijen e duhur edhe hudhra. Le të marrun një tarator i cili përgatitet sa bëhet gati tryeza, duhet vendoset aty në frigorifer të jetë i freskët dhe nuk ka gjë më të mirë se sa ky tarator që të freskon në këto ditë të nxehta në çdo drek. Mjafton dhe kaq një tarator, sidomos për vaktet e mbrëmjes, që janë dhe më të lehta. Dhe ju jeni dhe të hidratuar. Dhe aq më tepër kur gatuajmë pastaj ndonjë pistilin, ndonjë byrek apo ndonjë gatim kështu, qoftë edhe orizin apo këto recetat që thollëm sot, shkon me gjithçka taratori. Taratori ynë tradicional me kastravecë dhe kohë bëjmë gati dhe ta grim kastravecën me gjithë lëkura, po jo? Po, me gjithë lëkurë që të ketë edhe atë ngjyrën e veçantë, e kemi thënë që lëkurat asnjëherë nuk janë inferiore. Përkundrazi. Ndaj produktit, sepse kanë vitaminat, sidomos vitaminat janë më shumë jashtë lëkurës se sa brenda. Normalisht, ne heqim lëkurën për arsye sepse kemi frikë nga pesticidet dhe ose aty ku rriten. Por më e duhur dhe më e dobishme është lëkura. Një grirje, jo nga ana e hollë fare, sepse ne i marrim, bëhet pure. E nuk duhet jetë pure. Tjetër që kërkon një shtrydhje shumë të mirë. Lëshon edhe atë lëngun që nuk e largojmë, e mbajmë aty në shijen që do t'i japi taratorit. Kur duam ne, sepse shpesh herë ne e ngatrojmë, kur ne duam të bëjmë xhaxhik ose salcë me kastravecë dhe me hudhra, që ta emërtojmë në shqip, duhet jetë ai kosi më i trash. Ne duhet të heqim lëngun, sepse nuk duhet jetë i hollë. Kurse taratori duhet të jetë i hollë. Do të marrë luk ose pirun, shënë si ka. Një rrahje të mirë të kosit derisa të bëhet si salcë. Pra e tjetër shtojmë pak trajtën, si të thuash, nga ai kosi pak më i trash. Do shtoj. Në ufullën. 2 prekje.
krip, vajin e duhur. Dhe taratori apo kosi apo valla me pak krip, siç është ashtu taratori që ka dhe kastravecin që na hidraton, po ashtu dhe kosi. Kripa jo vetëm për shije, po ndoshta ka dhe përtej saj, përtej shijes, duke qenë se ne për gjatë verës u mbasim një sasi të caktuar të kriprave, dhe mineraleve tona përmes djersës, dhe hidratimi është më i madh, zëndësimi në këtë rast është shumë i duhur. Pra, kam pjesën e hudhrës. Që më duhet afërsisht një thelpi. Nëse janë të veckël, duan 2. Gjithmonë flas për masën që kam. Zjen një përbërësit, dhe sa të dalë një masë e vetme. Do të shtoj, tani shtoj masën. Një pjatë e tillë dhe shifeni se sa hidratuse, freskuse dhe e shishme që është në këto ditë. Super. Nëse ne kemi dhallë, është më mirë kështu se konsumohet. nëse ne kemi dhallë, e durave është që normalisht është më i holl ose dhallë ose ariani, që është ndryshe, por masa e uthullës do jetë më tepër, nuk shtojmë vajin, dhe shtojmë më me shumicë koper. Dhe normalisht, nëse në pijet margarita, gota, ansoria e gotë, buzët e gotës, normalisht, vendosen me krip. Pra që ti kesh atë shijen dhe, si që the më përpara, për humbjen e mineraleve, prandaj dhe përdoret në verë. E lagur gota, në krip. Ja, ke kripën aty. Ja, një sekundë, bëjmë ta mama ashtu siç duhet. E prekim pak tek buzët të, që të marrin një sasi të dukur të kripës, as të tepruar. Sigurisht që nuk përdoret në kripa në atë sasin përtej normës, por duke patur parasysh për persona të cilët kanë punë intensive dhe shtisin më shumë. Ja. E tillë. Brenda dhalla, se mos e ngatrojmë me vendoset dhalla, gjë që përse dhe mos ta bëj dhe më të holl, ta vënë në një tas. Nëse kemi pjesë tjetër ose kosë ose dhallë, kam pjesë tjetër dhe jemi shumë në rregull. Dhe variantin me dhallë, që thamë do t'i shtojmë pak më tepër nga uthulla. Tani ka të balancuara tek taratori të gjithë elementët, siç thamë, për sasinë e natriumit, sasinë e hidratimit përmes kastravecit, gjithashtu uthulla e mollës që është fantastike në çdo përdorim që ne e kemi theksuar vazhdimisht se sa vlerë ka uthulla në pastrimin e trupit, organizmit, po ashtu dhe të tjerë që është e pazhvendësueshme. E sollëm në formën e taratorit, do t'jetë pastaj dhallën e përgatisim vetë, kosin me pak ujë dhe pak krip në po ta shohësh tani këto restorante tradicionale, kanë atë kanën e madhe të ujit me dhallë, për shembull. Po, për të mbajtur atë freskin dhe sasinë e koperit që patjetër do të shtoj pak mas kripe, sepse është dhe atje në gotë. Një është dhe trashësia e duhur e dhallës. Dhalla shkon mirë me gatimet e sotme. Do të marrë dhe një tasun të duhur dhe më të denjë. Po, për ta shtuar edhe taratorin. Një nga recetat më freskuse të verës, padyshim, taratori, kombinuar kështu me kastravec, koper, hudhër, vaj ulliri, uthull, pak krip, vaj ulliri. Ja, të dyja variantet, absolutisht të janë recetat të traditës tonë dhe ne ja u rikujtojmë si një mënyrë freskuse, si këshilla të
kuzhinës për të mos i humbur këto tradita të përgatitjes. Nëse asgjë nuk keni në shtëpi, ky taratori mjafton. Nëse asgjë nuk keni në shtëpi, orizi me kunguj 2-3 përbërës janë edhe mjaftueshëm për të plotësuar atë një vakt të lehtë. Tani, këto janë recetat që përfunduan, kemi në minutat e fundit një tjetër sugjerim, kemi rozmarin në tryez, kemi hudhra, kokra, piperi. Çfarë mendoni se mund të përgatitet ose çfarë mendoni se do sjellë Albana tani? Disa degë rozmarine, që përdoret shumë mirë edhe është kudo jeshile, në çdo sezon. Rozmarina si çaj, si një bim që jep aromë të këndshme gatimit të mishit kryesisht. Por edhe kemi mundur të sjellim vazhdimisht vajin e rozmarinës si ta përgatisim në kushtet e shtëpisë, që e përdorim edhe për pjesën kozmetike. Shtoj në vaj hudhra të prera për gjysmë. Ja ta largoj pak atë dhallën. Vaj i hudhrës në proces termik. Kemi 2 lloje. Në proces termik kemi dhe në të ftohtë. Unë po bëj të në të nxehtë. Pra kemi diku 1 filxhan vaj, kemi hudhrën, për të bërë më të aromatizuar, unë shiko, këtu kam spec djegës, kokra piperi. Kokra piperi. Do ta lë aq sa thelpit e hudhrës të fillojnë dhe të zbardhen, pa të marrën atë ngjyrën e perlës. Më pas këtë vaj, sepse dhe duhet të bëhet, më pas këtë vaj, unë e marr dhe e kulloj. Po, dhe e përdorim në gatime të ndryshme. Praktikisht vaj i hudhrës, jo medicinal. Pra për gatim, jo medicinal. Nëse unë dua ta kem në gjendje të ftohtë, normalisht marr vajin. Kjo mua më shërben, vaj ftohtë më shërben është deri për 7 ditë dhe është i duhur për 7 ditë. Pra marr vajin, marr dhe thelpit e hudhrës siç janë, i mbyll. Kurse në proces termik, unë e përdor direkt. Po. Pra nëse duam që t'japim thjesht një aromë të lehtë hudhre, kombinuar dhe me aromën e rozmarinës, çdo lloj gatimi, te mishi për shembull, në gatime të tjera të përditshmërisë, ku duam të shmangim ndoshta përdorimin e hudhrës, po përdorim vajin e hudhrës dhe kemi përfituar dhe aromën edhe një shije ekstra të gatimeve tona. Mund t'ja shtojmë kështu në fund fare, pasi të jetë ftohur vaji, do ta ruajmë atë në një kavanos të mbuluar me kapak dhe e përdorim, siç thash, në gatimet tona. E kullojmë në një enë qelçi. E marrë dhe kulloj. Derisa e pam që edhe hudhrat kanë marrë atë ngjyrën, rozmarina gjithashtu, në vaj të nxehtë lëshon aromën, ekstraktin e saj. Normalisht kërkon që të ftohet që ne ta konsumojmë. Do thoni ju me këto hudhrat që morën ngjyrë, patjetër që po, kalojni në blender dhe i keni. Po. Me atë hudhrën që mori ngjyrë, siç e përgatitet, se the që janë vajra medicinale dhe vajra për gatim. Kur duam pastaj që ta kthejmë në një vaj medicinal, sipas vetë profesionistëve, ekspertëve që ne ftojmë këtu vazhdimisht, për ta kaluar në vaj medicinal ishte një vaj për kurimin e dhimbjeve të veshit, që bëheshe me hudhrën, me preshin, me qepën, me kokrat e pa bluara të kafes, të cilat ka urdisen kështu siç ti i bëre. Më pas ato kullohet, pra ky vaj kullohet, kur duke i gatuar dhe duke marrë atë ngjyrën errët, ngjyrë kafe, hudhër, presh, qep, kokra, kafeje, të cilat ka urdisen mirë, kullohet vaj dhe më pas me të bëhet ai masazhi rreth e përqark veshit kur ndodhin tani këto infeksionet e veshit apo arsye të tjera që çojnë në infeksione veshit, si fëmijët dhe të rriturit. Gjithmonë duke konsultuar me mjekun, nëse bën këtë masazhin rreth e përqark, ti arrin që t'i japësh një qetësi, duke qenë se hudhra është një antibiotik, preshi, qepa, të cilët janë antiinflamator. Në këtë mënyrë pra ne kalojmë te vaji medicinal, Nëse ju dhën veshi,
Dikur, kur vërtet e na dhimbte veshit ishim në Kalamaj, patjetër bënte mirë dhe qumshti i gjirit. Tani Edhe Edhe për këto infeksionet e syrit e bebet e vogla, i dim vetë në atë gjyshet tona. Mirë, përfunduam, ne? Shpërtheu kjo aroma e udhëve. Shumë mirë edhe bysi që themi ne, ke pa një grua shtatzane dhe nuk i ke dhënë. Pra të thash, po. Kjo është shumë e durë, po, njëta gjë, po. Mirë, besoj mjaftuan për sot recetat, i tham të gjitha. Po ato që na kanë vetur i themi nesër, se jemi përsëri këtu. Ndërsa unë ju pres pas fleshit informativ të vazhdoj me horoskopin e javës me Jorgo Pullën. Avion me parashkimin e yjeve për këtë javë me Jorgo Pullën. Mirë se erdhe, Jorgo. Një përshkrim fillimisht të kësaj jave dhe më pas do të ndalemi te specifikat e secilës shenjë. Po, kemi një ndikim planetar që kemi pikërisht Marsin në Vjëgjeresh, ku përshpejton disa gjëra, si në çështjet e ligjit, në çështjet ekonomike, por gjithashtu intensifikon dhe në çështjet praktike, ndërsa katërkëndshi Jupiter Neptun do të thotë është paksa konfuzion dhe iluzion. Kjo do të thotë që dielli në gafore me datën 21 qershor sjell ndjeshmëri emocionale dhe rëndësinë e marrëdhënieve personale. Duhet pasur kujdes jo gjithçka që shkëlqen në shflori. Pra duhet parë me kujdes çdo gjë që ne venisim. Por gjithsesi është një javë që mbyll çështjet e së shkuarës. Është ndikimi më i mirë i mundshëm. Po. Fillojmë me njëherë me dashin, se si do të pozicionohet dashi këtë javë. Dashi në parashimet profesionale do thotë sepse meqense Marsi guvernatori i dashit që kalon në Vjëgjeresh në shtëpinë e jashtë të tija, kjo do thotë mundësi dhe rëndësi të veçanta. Është një javë ideale për të marrë vendime çështjet të mbetura pezu më përpara dhe vjen një moment tani për të rregulluar, stabilizuar çështjet e punës dhe të karrierës. Por një kujdes të veçantë në çështjet e kontratave, që do të thotë pak vëmendje, duket shumë mirë për të qenë vërtet. Sepse ajo që themi nga hera që hajde tek unë që do të jap 10 lekë, ti atje merr 8, por s'merr jo 8, nuk i merr, por nuk merr as 5. Prandaj duhet pasur kujdes në kontrata dhe në gjërat e imta. Në çështjet emocionale duket se të shenjës së dashit ka një mundësi të artë në lidhje me problematikat që kanë pasur më përpara dhe vjen një moment tani për të rregulluar, për të hequr mjegullin që kishte më përpara dhe nuk ishte të sigurt për lidhjen e tyre, të palidhur kanë ndikim shumë të mirë tani mbas ditës së mërkurë të njëjtë premte, janë ditë shumë të mira për sa i përket shenjës së dashit për të bërë një lidhje, tjetë lidhje për stabilizimin e të ardhmes. Demi? Përsa përket shenjës së Demit, meqense Demi duket që Marsi në Vjëgjeresh jep energji produktive në fushën e karrierës, në fushën e punës, imagjinoni tani shenjë zjarri guvernatori që është Marsi ndikohet shumë në shenjë toke dhe Demi dhe tek Vjëgjeresha, por u jep një mundësi dhe është komunikimi i duhur përsa përket çështjeve që lidhen me punën, çështje që lidhen me udhëtimet që kanë bën dhe është një mundësi shumë e artë përsa përket shenjës së Demit. Në lidhje me çështjet shpirtërore të palidhurit ose kanë një njohje dhe nuk janë të sigurt çfarë do të bëjnë, unë do të thosha që po është momenti më i mirë. I mundshëm tani për të rregulluar, stabilizuar dhe gjëra të mëdha që do të kenë. Ajo që do të kenë pak vëmendje rreth datës pothuajse 19, ku për ata që nuk janë të lidhur ose kanë një diçka, duhet të jenë të sigurt për atë që do të bëjnë, atë të hap që do të marrin, sepse mund të keq kuptohen pastaj nga persona të ndryshëm që mund të flasin me dije pa dije, prandaj mos do të dëgjojnë çfarë flitet pas krave, po të shikojnë njeriu që kanë përballë. Po. Shenja e tretë, binjakët. Binjakët. Për binjakët, në fakt binjakët duket se këtu qëndron një sfidë e madhe. Katërkëndshi që është Jupiteri me Neptunin e krijon pritshmëri të mëdha në fushën e biznesit. Do të kenë shumë kujdes sepse binjakët janë shenjë ajri dhe marrin zjarr shpejt. Çfarë ndodh në rastin konkret për sa përket binjakëve? Duket se mirë është të mos ju besoj njerëzit që janë të paqartë në çka do të bëjnë. Sepse është ndryshe të themi 100 gjëra edhe nuk ka siguri në asnjë. Sepse ndryshe thonë, ndryshe kuptojnë. Momenti dhe mundësia që kanë të bëjnë shenjës së binjakëve, duket se tani për tani është një mundësi shumë e mirë në lidhje me ndryshimet dhe lidhje me ato që doni të realizoni dhe të kuptoni për juve të shenjës së binjakëve. Por një rast shumë i mirë që mund të jetë tani në këtë periudhë, ku ka të bëjnë me komunikimin, ka të bëjnë me diçka shumë të madhe, në lidhje me vendime të rëndësishme, në lidhje me komunikimin dhe jo vetëm. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, juve të shenjës së binjakëve, duket se disa probleme të vjetra mbyllen tani atutje dhe është një kohë shumë e mirë, tepër pozitive mbi çështjet që kanë të bëjnë me ju që keni më tepër se një vit e gjysmë lidhje, duke se tani e shkoni në lidhje të sigurt dhe për të ardhmen tuaj shkoni në altar. Dhe është një kohë shumë e mirë dhe tepër
pozitive. Shkojmë tek gaforet. Për gaforet duket se Jupiteri në shenjën tuaj, duket se tani keni mundësin, kanë qëllimet që ata kanë të shenjës e gafores, do që ndërë gati një vit në shenjën e gafores dhe është një mundësi shumë e mirë tani ku gjërat do të ndryshojnë. Gaforet kanë vujtur shumë tani 4 vitet e fundit, por vjen një moment tani që në çështjet ekonomike, në çështjet e kreditimet që kanë të bëjnë, dhe është një mundësi shumë e artë për sa përket zhvillimeve të reja që ata kanë, sidomos 10 ditë që parë dhe 10 që tretë janë shumë të favorizuar në lidhje ose ata që kanë ascendente në këto shenja, në shenjën e gafores dhe kanë një mundësi shumë të mirë dhe mundësi të arta në fushën e punës. Edhe pse janë nervoz, sepse gjërat ecin më shpejt se sa duket, por është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal. Në çështjet shpirtërore, përse përket shenjës së gaforeve, duket se mundësi që kanë, ose një njohje, ose ata që janë në pritje të një njohje dhe kanë një shoqëri, pothuajse të bashkuar me njëri tjetrin, por nuk kanë akoma një lidhje serioze. Vjen një moment tani, këtë javë, se duke pasur parasysh dita e sotme, mbas orës 16 dhe pas nesër është janë 2 ditë shumë të arta nëse duan që të bëjnë një njohje, të kthejnë lidhje serioze dhe mundësi të reja që ata kanë. Vazhdimësia kanë bëjnë shumë sepse duke pasur parasysh hyrja e diellit në këtë shenjë, kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me mundësitë që do t'ju jepen në kohën e duhur për gjëra që do të bëjnë, edhe pse bëjnë në shtëpi të re, sepse kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me çështjet e kreditimeve. Luanët. Për sa përket luanëve, duket se luanët në këtë javë do përqendrohen tek financat. Në lidhje me financat, edhe pse do të keni disa hapësira, do doni që të investoni, por këto investime janë pak më spec. Duke pasur parasysh nëse keni një biznes do doni ta zhvilloni pak më tutje ose ta zmadhoni disi, atëherë është një mundësi e mirë, por duke biseduar me njerëz të rëndësishëm të ekonomisë, dhe të shikoni çfarë do bëjnë, se gjithë i bëjmë punët. Ne shqiptarët e kemi këtë, çdo punë e bëjmë, por nganjëherë nuk e bëjmë. Duhet dikushi që merret me atë gjë që të arrini atë ku dëshironi. Meqense sekreti i gjithçkaje është mendja, është ajo çka neve bëjmë për llogaritje dhe të arrijmë atë ku duam. Në fundit, gjithçka shkon mbar, nëse e nisi mbar dhe mundësitë që janë të mëdha tani në këtë periudhë. Fusha dhe ndryshimet e mëdha që do të kenë të traditshme të shenjës së luanit në lidhje me takimin dhe punën tuaj, është momenti juaj. Në çështjet shpirtërore, edhe pse kemi të bëjmë me Jupiterin me Neptunin që i turbullon disa gjërat, të çështjet që kanë të bëjnë me ligjin, kanë të bëjnë me problematika të ndryshme që mund të kemi gjatë kësaj jave, duket se zgjidhen. Është një mundësi shumë e mirë, ditën e martë dhe ditën e premte janë 2 ditë shumë mirë për zgjidhur problemet në mes të dashurve, që është kohë shumë e përshtatshme. Vazhdimësia duket perfekte. Virgjëresha. Duket se ambicjet, mundësitë, çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë pikërisht në këtë javë, është një javë mjaft e mirë në lidhje me çështjet e punës, ata që kanë pasur disa problematikat që nuk i kanë zgjidhur akoma, vjen një moment tani për të zgjidhur këto probleme në çështjet e punës, në lidhje me takimet që bëjnë dhe jeni shumë të qartë për ata që doni të bëni tani tutje, dhe është një moment shumë i mirë. Sidomos ditët më të mira që kanë të virgjëreshës është dita e sotme, sepse mbas dite mund keni takim shumë të rëndësishëm në lidhje me punën e tyre, ditën e njëjtë dhe ditën e premte, janë disa ditë shumë të mira, edhe pse kanë shefin e tyre ose atë të nisën për një udhëtim shpirtëror edhe për punën, por kjo do lihet për një moment tjetër, sepse do të kenë disa shkëputje në këtë pikë të lidhje me punën dhe me disa gjëra që do të ndikohen, do të ndodhin pikërisht në këtë javë dhe në vazhdimsi. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë lidhjet afatgjat janë të shkëlqyera dhe një njohje që mund të kenë ata që janë drejt një njohje ose nuk kanë lidhje akoma, vjen një moment tani që çdo gjë mund të shkojë mbar sepse emocionet dhe mundësitë janë të mëdha për të nisur diçka. Kur është koha më përshtatshme për gjëra të tilla, kemi ditën e mërkurë dhe ditën e premte. Shkojmë tek peshorët, përsa përket peshorëve, duket se Marsi në shtëpinë e tyre ka një ndikim shumë të mirë dhe në lidhje me mundësitë e reja që do të kenë, kohën që ta kanë, në momentet që tani për tani mund të kenë pasur shumë probleme në lidhje me punën e tyre, por tani bazohen në çështjet të dokumentacioneve, në të drejtën e tyre dhe peshorët e kanë një gjë të tillë, sepse Marsi në shtëpinë e 12 të peshorës ka një mundësi shumë të artë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë tani atutje, dhe është pikërisht kjo kohë dhe koha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë në fushën e karrierës së tyre, në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa probleme ditore momentale, do ta thosha, duket se disa tashatheme që i marrin për bazë shenjë ajri që është peshorja, derisa ta marrë vesh çfarë ka ndodhur, dëmin e bën, ne themi pa u kuptuar dhe pa studiuar gjërat edhe direkt. Prandaj duhet pasur kujdes çfarë themi dhe si e themi fjalën
mos ta themi të fundit në fillim apo të fillim në fundit, duhet pasur kujdes në këtë aspekt. Ajo që mirë është mos lejojnë të palët e treta të ndërhyjnë në lidhjen e tyre, por është një moment shumë i mirë tani në lidhje me çështjet e punës, lidhje me çështjet e dashurisë, në dashuri gjithashtu. Ditët që kanë bëjnë shumë e premte shtunë e diel janë pozitive, sidomos pas ditet kanë ndikime shumë të mira. Akrepët. Për akrepët duket se janë bashkëpunues të shkëlqyer në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit tuaj. Dhe ditë që tre sidomos, të lindur afër datës 17-18-19, ku kanë një mundësi shumë të mirë për marrjen e një dokumenti shtetëror, fitimin e një gjyqi, që kanë të bëjnë me pasuritë paluajtshme, kanë të bëjnë me punën, me të heqje pa drejt nga puna. Një moment shumë i mirë i art që është tani në këtë periudhë presin një lajm shumë të mirë për marrjen e këtyre dokumentacioneve dhe do kenë një gëzim shumë të madh në familjen e tyre. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse koha, momenti, periudha duket se është koha juaj, duke pasur parasysh edhe katërkëndshi Jupiter Neptun, që do të thotë fjala është vërtetësia, ajo çka doni të bëni dhe është mundësia e artë në fushën e dashurisë. Gjithsesi, gjithë java ka të papritura dhe surpriza, pse jo, mund të jetë njëra nga këto që juve të shkoni në altar me njohjen tuaj. Kalojmë tek shqiptarët. Shqiptarët duket se fillon një periudhë dinamike, për sa përket shqiptarëve, sepse me Marsin në Virgjëresh nuk diskutohet që kanë dhe mundësi të arta në fushën e karrierës së tyre, nisin një karrierë të re dhe në fusha të reja që ata kanë në fushën e punës dhe një burim të arrës të dyta është e mundur të ndodhi. Dhe jo vetëm kaq, por suksesi është më së mundur, por një vëmendje të vogël do të keni në data 19, bëni pa kujdes, mos u nxitoni, sepse këtu kemi katërkëndshi Jupiter Neptun, ku mund të sjell disa keq kuptime, disa çështje partneriteteve, por shmangni, mirë është për të shmangur gjërat të mëdha që nuk janë të sigurt për ata që do të nisin, prandaj do të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Në çështjet e dashurisë janë pak fajtor për arsye të kohës, të momenteve dhe duhet të ndajmë pak kohën me njerëzit e familjes, njerëzit e zemrës tyre dhe me punën. Kalojmë tek Bricapët. Energjia e Marsit duket se qëllimet që kanë profesionale, personale, në fushat e reja, kontaktet kombëtare apo ndërkombëtare që kanë të bëjnë, me punën e tyre, me të drejtën e tyre, duket se kanë një mundësi shumë të artë tani, a do nisin një çështje pune, një bisedim që e kanë lënë për gjysmë në muajin mars, se çka ndodhi në shkurt mars, Bricapët kanë një mundësi të artë tani, mund të bëjnë ndryshimin e madh. Ndryshimi i madh duket gjatë këtij harku kohor që është tani duke filluar nga kjo javë, e në vazhdim kanë mundësinë e punës. Mirë është të shmangin disa keq kuptime në lidhje me punën e tyre, me të drejtën e tyre, sepse disa njerëz mund të flasin sipas mides. Nuk mund të të gjithë sipas mendes tyre, por do të pasur kujdes çfarë duan të bëjnë dhe ku duan të shkojnë. Kjo është një anë e mirë që mos të ekspozohen në gjëra që duhet bëjnë. Të jenë më mirë mistik dhe të arrinë atë ku duan. Është momenti më i mirë i mundshëm në fushën e karrierës së tyre. Në lidhje me çështjet shpirtërore, edhe pse me shumë keq kuptime që kanë pasur se disa gjëra që nuk kanë nisur aty ku duhet, duket se kjo javë është javë e rregullimit dhe rregullatori numër 1 për vazhdimsinë e të ardhmës së tyre. Lem të ujori? Ujorët duket se qartësia në çështjet e financave, në lidhje me punën, një punë e re, Marsi ju bën më luftarak në atë çka doni të bëni. Mbyllni çështjet e së shkuarës në anën e financave. Është një moment shumë pozitiv. Premtime, garanci, dhe jo vetëm, keni kohën më të mirë, sidomos kjo javë është java shumë pozitive. Madje keni të gjitha gjërat në vijë dhe është momenti dhe mundësia më art që ka të bëjë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, kjo duket se ka të bëjë në lidhje me pak kokëforci dhe apo çështjet që keni pasur disa probleme të vogla më përpara, megjithse është momenti tani më i mirë i mundshëm për të stabilizuar jetën tuaj, edhe pse do keni një ndryshim nga një qytet në qytet tjetër, por kjo është në favorin tuaj dhe nuk ka problem për të shqetësuar. Gjithsesi, në fundit ju jeni vetë që do të doni që nga ana ekonomike financiare dhe të familjes ose të një njohje të re, e keni mundësinë për ta stabilizuar dhe për të arritur atë ku dëshironi. Dhe shenja e fundit, Peshqit, duket se partneritetet janë në qendër të vëmendjes, për sa përket peshqeve, intuitiv, mundësi, një ndikim shumë i madh që ka të bëjë në fushën e karrierës me Marsin në Virgjëresh, do të thotë që interesat e tyre të shenjës së peshqeve, një punë e dytë, një burim të arrës së dytë, është më së e mundur të ndodhi pikërisht nga dita e sotme deri ditën e mërkurë para dite, është një harë kohor kaq i mirë, kaq pozitiv, dhe nëse do më thoshe kush do ishte më idealja, më perfektja, po, peshqit janë, dhe është një moment shumë i artë që ata kanë. Momentin e punës, lidhje me çështjet problematike kanë pasur javën e kaluar, gëzën ka me njerëzit e tyre, duke se do të zgjidhet, sepse e drejta triumfon, e drejta zhytet por nuk mbytet.
është momenti më i mirë tani, është koha më e mirë tani për zgjidhur problemet e tyre. Edhe pse në fushën e talenteve që ata kanë dhe investime, meqenëse diellin nga fore, në datën 21, duket se është drita jeshile për ta për të shfaqur në punë të reja, për të bërë një takim shumë të rëndësishëm, një kontratë e rëndësishme që mund të jetë afatgjatë, sepse kjo javë këto jep këto mundësira dhe është një kohë shumë e artë për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve. Në çështjet shpirtërore, edhe pse Marsi vën në forcën e vet, mundësinë e vet, angazhime të reja në fushën e dashurisë në lidhje me çështjet, edhe pse do të kemë për shembull kanë prej një datë fejese, mund të shtyhet, por është për të mirë, nuk është për të keq. Edhe çështjet që do vinë të palidhurit kanë një ndikim shumë të mirë pozitiv në lidhje me çështjet e tyre, sepse lidhjet që bëhen tani nga java e kaluar dhe vazhdimësia duke se shkojnë në martesë. Faleminderit, Jorgo Turoj Aftëmbar. Kjo ishte panorama astrologjike për 12 shenjat. Do ta keni dhe në kanalin ton në YouTube për të rikthyer përshkrimit që bëri Jorgo. Ndërkohë, vijojmë pas publicitetit me rubrikën ton Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merja. Një pres. Përshëndetje edhe njerë në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli. Mirë se erdhe, doktor. Sot e kemi të djellët edhe bisedën edhe leduallë ynë, ashtu si kundër është edhe Reze Dielli me këtë ngjyrën e bukur të djellë, siç na jep gjithë përfitimet e mundshme, bukurinë, por edhe mbi të gjitha me përbërësit që lulja e Basanit ka, do të na tregoj doktori se si dhe në çfarë mënyrash ndikon ajo në shëndetin ton, së brendshmi dhe së jashtëmi. Po, sigurisht. Është e sezonit, është lulja që ka tani sezonin e vet, apo jo? Po, tani, biles nga periudha kur kjo lullëzon dhe për nga funksionet e saj, ka marrë shumë kuptime, shumë emërtime, po jo emërtime toponike si pas dëshirave, po më të shumë të atë e saj, jo si pas dëshirave të njerëzve, po në përgjithësi si pas funksioneve që ajo ka kryer në organizëm. Për shembull, pse quhet lulja Basanit? Po, ne i quajmë ose lule Basani, ose lulje Elbasanit, ose balsami e kështu me radhë. Po. Nga kuptimi i saj balsamik, shërues, rigjenerues, plagësh, puçrash e kështu me radhë. Në një zonë tjetër është quajtur lulja e shëngjonit. E shëngjonit? E shëngjonit. Pra ka marrë këtë kuptim për faktin sepse në mitologji kjo lule përmendej dhe përdorej për ata njerëz që kishin mendime të errëta, të turbullta, ose ato që ne sot i quajmë ose si nervozizëm, ose si migren, ose stres, pra sëmundjet neurologjike. Dhe duke qenë që përdorej nga këta që pagzonin njerëz, pra kjo bimë, për t'ju dhënë atyre një qetësi shpirtërore, e para dhe e dyta, një lule që të jep atë kuptimin e shplarjes së toksinave nga trupi. Kurse emërtimi i saj, Hypericum perforatum, ka me vërtet një mendim përforcues të kësaj ides që unë thash, pra e përmendur si një lule që qetëson trupin dhe trurin. Dhe që qetëson dhe çlodh jo vetëm muskujt, por edhe trurin e lodhur nga net të tëra pa gjumë. Emërtimi nga greqishtja, hiper, mbi, ikon, mbi ikonat. Ndaj edhe kjo lule vendoseshe në për ikona në tufa të ndryshme, apo në kishëza të vogla dhe të mëdhaja, pikërisht për këtë funksion edhe Hiperikum, pra hiper dhe ikum. Ikum do thot ikon. Atëre mbi ikona, kjo lule vendosej për të simbolizuar një paqe, një qetësi shpirtërore, dhe atë tjetër që është edhe më e bukur, lulja që të kujton. Po pse të kujton? Për shembull, kjo bëhet në për ato tokat që njerëzit sikur i harrojnë, sikur i lënë pas dore, dhe kjo kur çel në ato datat kur shëngjoni, pra këta sipas historikut edhe bënin ato ditët e pakëzimit të njerëzve dhe i përdornin këto bimët si për të shplar trupin, për të larguar toksinat, por njëkohësisht edhe për të dhënë një kënaqësi
po e ndjen këtë aromën që me vërtet u mbush edhe Është fantastike si aromë. Pra, Sa e ka periudhën, doktor? Perforatum. Perforatum. Edhe kjo prap është, si thuash, bashkimi i këtyre të dy kuptimeve. Pra, një lule që vendoset mbi ikonat dhe të tërheq vëmendjen dhe të kujton që shiko natyrën dhe diellin e ke të materializuar te kjo lule. Që kjo me vërtet sikur ka diellin brenda. Pra duke zbërthyer vetë emërtimet që populli ka vendosur kësaj luleje, ne kuptojmë shumë më shumë se për çfarë ajo është përdorur dhe çfarë vetish ka. Dhe kjo perforatum do të nënkuptojmë. Shiko, një gjethe e shpuar me bira, por që ka formën e pëllëmbës së dorës. Po. Atëhere, ja. Këto pikat e zeza kanë lidhje me hipericinën. Është një ndër lëndët më aktive, më të fuqishme të kësaj bime, me këtë ngjyrën e zezë. Dhe kur njerëzit e mbledhin, ajo hipericina, një pjesë e saj mbetet në përduar dhe jep një nxirje të lehtë të saj. Kjo çfarë ndikimi ka hipericina në trup? Hipericina në trup ka një veprim qetësues. Po. Në strukturën e saj, kjo ka 15 molekula karbon, ka 16 hidrogen dhe 8 oksigen. Atëhere, funksioni i kësaj në trupin e njeriut është me të vërtet një antidepresiv, një vrasës i mikrobeve dhe i bakterjeve, por është edhe fotosensibilizues, që do thot ka vetin t'i tërheq rrezet e diellit. E duke ditur këtë vetit të qëndësishme të saj që tërheq rrezen e diellit, njerëzit duhet kenë parasysh që nëse ne do t'a vendosim këtë në diell, kjo na nxin shumë shpejt, por edhe mund të na djegi. Që do thot, vajin e kësaja, ose vajin e Shën Gjonit që kishte marrë atë kuptimin e shumë viteve më parë në lashtësi, nuk duhet t'a vendosim në diell. Për faktin se djeg më shumë dhe krijon njolla të kafe në të zezë, tamam si ato njollat e pleqërisë. Pra kjo është një nga anët negative, le ta quajmë, të saj që duke e absorbuar atë rrezatimin ultraviolet, mund të na krijojë pllakza kafe mbi lëkurë. E thënë ndryshe, nuk duhet ta përdorim këtë vaj në plazh. Absolutisht. Ndërsa po të digjemi nga dielli, në mbrëmje e përdorim pa frikë fare. Sepse është qetësuese, është qetësuese është balsamike, por ka një veçori, pra fal flavonoideve që ndodhen në të, sidomos quercetina, rutina, izoquercetina, kjo ka vetin që të ristrukturoj shumë shpejt qelizat. Pra ato që i djeg dielli, kjo i rigjeneron, i strukturon dhe trupi tër natën do të na ndihet i qetë dhe pa efekte negative të rrezatimit diellor. Pra, mund themi që me vajin e basanit është ai vaj që nuk përdoret para diellit, po përdoret pasi të ekspozohemi në diell. Pra, duke pasur parasysh këtë veti shumë të qëndësishme të saj. Por, jo vetëm hipericina, por edhe hiperforina, është përsëri një kimikat shumë i fuqishëm që ndodhet në këto petalet dhe në lulet, pasi edhe ajo struktura e birrave në formën e dorës që gjethëzat janë të shpuara, ja nëse unë do t'a këpus një lule kështu, atëhere, gjethet janë shumë të vogla, gati si eliptike, dhe kjo po të shikohet ose me lup, ose ndonjë zmadhues tjetër, duke në ato birat e zeza. Sepse në Eledol është një foto shumë e zmadhuar e lules. E lules, po. Gjithsesi edhe me sy dallohen. Aty dallohen qartë ato pikat e zeza, nërsa gjethen, po ta shikojmë kështu të zmadhuar dhe përkundrejt diellit, duket që ka ato birat e saj të vogla. Pra gjethe e shpuar, që kuptimi është kështu. Pra si që shpohet gjethja, po kështu shpohet edhe ai mikrobi ose smundja në organizmin e njeriut. Si që rigjeneron dielli ose si që strukturon kaq mirë dielli këto 5 petalet e verdha që zbukurojnë fushën, po kështu zbukurohet edhe organi nga brenda. Është përdorimin e kemi njohur më shumë si vaj basani. Pra, kur kujtojmë lulen e basanit, themi vaj basanit, vazhdimisht, ekstrakti balsamik. Përdoret edhe si çaj, kështu si që është bima?
Dhe kush është veprimi i fuqishëm, vaj apo Përdoret çaji? pa diskutim si të dyja, po në të dyja format, pra edhe si lule, por mund të përdoret edhe si vaj. Pra, kur tham ai vaj i shëngjonit, pra që ka marrë atë kuptimin nga mitologjia, ai nuk është asgjë tjetër veç se një vaj ulliri, i cili është mbushur, si të thuash, ai kavanozi me lulet e basanit, që në përgjithësi mund të hedhim për çdo 100 ml, afërsisht. Ne mund ta përgatisim një vaj tani, meqense vajin e kemi, lulen e kemi, dhe pse jo të mos e tregojmë se si në kushtet e shtëpisë, me lulen që gjendet kudo, lulen e basanit, lulen e verdhë dhe që është mjaft e përhapur, mund ta përgatisni vetë vajin e basanit në shtëpinë tuaj. Për shembull, si fillot dhe si ekstraktohet, sa po duhet të Marim lule të qëndroj? pastra, por jo lule anash rrugëve të asfaltuara, pasi grincat e asfaltit i ngjiten kësaj përsipër. Tymrat, pluhurat i ngjiten. Edhe si kur ne ta lajmë një pjesë të hipericinës, ne do ta largojmë, por le ta bëjmë këtë gjë se ne na duhet e pastër, ndërsa ta gjesh në për livadhe atje ku bëhet kjo, në për ato tokat e harruara dhe si të lënë pas dore dhe kjo qelë dhe të thot kthej njëherë kokën këtej nga mua, atëhere mund të veprojmë kështu. Nuk marim kërcelin e saj, po marim vetëm pjesën e lullëzuar, pra marim këtë lullërin, kaq. Ja. Nëse s'këputet kollaj, përdorim edhe gëshërën dhe... Përdorim këto. Për sa mililitra vaj dhe sa duhet të raporti? Po neve le të themi, këto lulet, do t'i hedhim këtu tek kavanozi, e mbushim kavanozin me lule, mund të marrim disa të tjera. Thjesht sa të mbushet dhe të mbaj vetë kavanozi, pra vetëm pjesën e luleve. Po. Hipericin përmbajnë edhe gjethet, po në sasira shumë të pakta. Përdorim për diçka tjetër gjethet? Po pa tjetër, sidomos në çajra, atëre, çfarë do të bëjmë? Pasi e kemi mbushur, mirë është që ajo të jetë në raportin afërsisht 1:5 me vajin e ullirit, atëre, hedhim në të vaj ulliri. Derisa të mbulohen... Derisa të mbulohen, po. Lulet. Ne e kemi për llogaritur të tillë. Mbyllet kavanozi. Po mund t'i fusim edhe pak lule. Mban edhe disa lule të tjera që ta bëjmë tamam, sepse ne do ta përdorim në një moment kur të kemi mundësi. Ja pra. Kemi vendosur lulet e basanit, kemi vendosur sipër tyre edhe vajin e ullirit, e mbyllim kavanozin, e përzijejmë pak. Dhe në këtë mënyrë, kjo përgatitje është gati për të vendosur në një vend ku rrezet e diellit do të bëhen jo si katalizator, si nxitës, por do të bëhen si bashkëveprues që të godasin atë hipericinën një, flavonoidet, vajrat esenciale, sepse janë vajrat esenciale ato që neve kur e mbajmë tufën e luleve afër, na japin për shembull ata aromën e alfa-pinen, beta-pinen, sikur jemi në një vend me pisha kështu, por na japin dhe atë kariofilenin, që ndihet një si aromë e veçantë. Dhe krahas këtyre, aty do të zhyten në vaj edhe disa mikroelementë, siç janë të mishëruara në këto lulet, duke filluar që nga magnezi, që nga kalciumi, pra që janë gjurmë të këtyre metaleve shumë të çmuara për organizmin. Është magnezi, është zinku, është bakri, pra mikroelement, dhe njëkohësisht ato që japin qetësi sistemit nervor, që janë këto grupi i vitaminave B1, B2, B3, kjo niacina që qetëson shumë mirë sistemin nervor, dhe vitamina B6. Pra, duke i marrë këto grupe të këtyre vitaminave, duke marrë këtë vitaminën C dhe A që ndodhen në këto lulërit e saja,
duke marrë edhe beta-karotenin, ne si thuash nuk kemi më nesër një pik vaj, por kemi me vërtet një ujvar neurotransmetuesis. Do të marri në fund pra, të disa ditëve që do të qëndrojë? Afërsisht, kjo do të jetë në fund afërsisht të 30-35 ditëve. Aty ku fotonet e diellit kthehen me vërtet në materje. Pra, një ngjyrë e kuqe. Dhe shumë i thonë edhe lulja e gjakut. Po pse? Sepse ka vetim që të ndaloj hemoragjin, të mbyll plag dhe puçra. Pra, ky rezultat i kësaj kjo përzierje, i këtij kavanozi do të kaloj pas 3 ditësh këtu. Nga këtu. Më pas do ta kullojmë, do ta vendosim në një kavanoz të errët. Mirë është që nëse do ta kalojmë në një pres me vërtet hidraulike, ne marrim ato mikroelement që mund të ngelen në fshehtësi dhe në heshtje në këto petalet e stërgjatura të lules së basanit. Tani kështu siç është, doktor, se ne e polluam dhe është le themi e qëndruar edhe gati për ta përdorur. Për çfarë përdoret vaj i basanit? Ku ja shohim të mirat benefitet këtij vaji? E para, konsumohet siç është? Mund ta provoj? Po, mund ta provoni patjetër. Ja, po e provoj kështu siç është. Me një shije balsamike, delikate, një aromë që mbahet edhe nga lulja, po edhe nga vaj ullirit, që duket që është përdorur një vaj ulliri i virgjër, se ndihet shija aroma e tij fantastike. Dhe çfarë të mirash na sjell ky vaj? Atëherë, një kimist që e kishte studiuar këtë, në fund arriti në një konkluzion. Ne themi hipericin, ne themi flavonoide, ne themi hiperin, pseudohipericin e me radhë, por këto tha nuk janë thjesht terma, por janë shumë të qëndrueshme në këto lule. Aq sa tha, edhe shkenca përballë kësaj lule duhet të mendohet mirë dhe të përulet me kënaqësi, që shiko çfarë heroine të heshtur kemi ne në tokë. Ajo nuk flet, por rrezaton dhe pasqyron. Atëherë, si mund ta përdorim këtë? Nëse kemi për shembull një fëmijë që rrëzohet në tokë dhe gërvishet, çahet, krijon gjakderdhje, pastrohen mirë plagët, mund t'i bëjmë ndoshta edhe me pak jodë kështu me radhë, dhe mandej pastaj vendosim vajin e lules së basanit. Nëse kemi vaj përdoret së brendshmi dhe së jashtë. Patjetër, po. Nëse kemi plagë dekubituese. Atëherë, le të kujtojmë një mjek në Gjermani që mjekonte nënën e vet me plagë dekubituese, që pleqt në përgjithësi qëndrojnë shumë gjatë shtrirë. Po, edhe krijon ato plagët. Atëherë, kur ja çoja ajo bashkëpunëtorja jonë si një dhuratë këtë ekstraktin balsamik dhe lulen e basanit. E jeni fjalën për alketon, apo jo, që e kemi patur dhe në studio. Atëherë, mjeku me të vërtet mbeti i habitur. Dhe thoshte, mbeti kështu, shoh me sytë e mi si mbyllet plaga e nënës time, që nuk e kam arritur me medikamentet. E nëse do kujtojmë përsëri një kimist që digjet me një reagent kimik, u mundua me ilaçet farmaceutike, por pa rezultat, dhe në fund vendosi që të mirte këto vajrat, e duke kombinuar dhe pak esencë të një livandoje, të një sherebele, dhe filloi të mjekonte plagët e djegjes. Dhe vurire se brenda javës, gjithë shka filloi që të mbyllej më së miri. Atëherë ai mbeti kështu me vërtet duar kry dhe tha, shiko çfarë pas kemi ne nga natyra, dhe që nuk i vlerësoj. Pra, që të gjitha këto flasin me të vërtet qartë, që këto kimikate të shumta, por që janë në miniatur në për këto lulzat e vogla, i kryen këto mrekulli në organizëm. Le të marrim për shembull rastet kur janë djegur fëmijë me kafe, me vaj nga fytyra, me qumë, është mujtë të nxehtë. E me radhë, duke ju kombinuar neve këto ekstrakte që nxirren nga kjo, plus disa vajra esenciale që janë marrë për shembull qoftë edhe nga bishtamithi, pra kjo lule që shumë e quajnë kështu, po
Është dhe, e që dhe lule gjizë kjo? Se ka këtë ngjyrë Po, e ka këtë si lule të bardhë, për shembull. Po, në disa zona me vërtet i thonë lulja e gjizës. Por në një vend tjetër e quajnë një lugë gjelle dinamit mbi një trup të lodhur, sepse kjo trupin që si e ka të hollë, të dobët, skeletik, aman këtu sipër. Po kurora e vetë është tamam si ai rigjeneruese. Barut, një lugë barut mbi një trup të lodhur. Pra, shiko, po pse barut? Sepse ky me vërtet është i fuqishëm, jo, është shpërthyes në organizëm. Që do të thotë, nëse ne do të marrim, për shembull, gongje nga lulja e bishtamithit. Edhe një tuf nga basani. Dhe 2-3 fije nga basani. Bëjmë një kombinim tani për të krijuar një çaj i cili për çfarë do të na ndihmojë? Do të na ndihmojë fuqishëm për sëmundjet e brendshme. Për shembull, le të kujtojmë, të gjitha femrat që kanë dhimbje të fuqishme të ciklit menstrual, nëse do bëjmë këtë kombinimin me këto të dy lule, ato do t'jenë mrekullisht mirë. Vjen cikli dhe ikën pa asnjë problem, pa asnjë shqetësim, pa krijuar edhe shumë herë edhe kështu me vërtet tronditje familjare. Atëherë, e pse mos t'i përdorim këto të dyja? Vetëm dhimbje të qetëson apo mund të përmirësoj është një regulator pa diskutim, hemoragjinë e shtuar, e plot probleme të tjera, regulator shumë i mirë i ciklit e kështu me radhë. Atëherë, na merr në telefon një nga Amerika, një moshuar që kishte një hemoragji nga prostata. Ne i rekomanduam këto të dyja, plus edhe disa bimë të tjera. Nuk vonuan shumë kur falënderimet erdhën gati një faqe A4 në celular. Po pse ndodhi kjo mrekulli? Sepse unë thash, kjo ka veti që të ndaloj këto flavonoide kësaj e bimës mbyllin plagë. Si që thamë që mbyllin plagën nga jashtë, po ashtu edhe edhe nga brenda. Por kanë edhe ato vetit rigjeneruese. Por edhe kjo lulja e 1000 fletshit nuk e ka kot atë emrin e herojt. Pra shkojmë Akilea Milefoliu. Pra sigur mban emrin e një heroj luftëtar, por nuk e ka marrë kot këtë emërtim, për faktin sepse kjo, si thua fal vitaminës K që ka në brendësi dhe mikroelementeve të tjerë, që të dyja këto ndalojnë hemoragjit dhe kanë vetit të mbyllin plag edhe në brendësi të organizmit. Sa gota çaj duhet të konsumojë një individ? Mund të pim 2 deri në 3 gota çaj në ditë. Mund të përdorim afërsisht nga 4 deri në 9 gram në ditë çajra. Sepse ekziston dhe në gjendje të thatë që mund të konsumohet. Po patjetër këto nuk do të ruhen më kështu të njoma, por thahen hije dhe lulja e ruan këtë ngjyrë të saj. Por ka edhe një mënyrë tjetër. Nëse do ta marrim këtë ekstraktin dhe do ta macerojmë në këtë vaj në ullirit. Acidet oleike këtu do të veprojnë në bashkëpunim me rrezet e diellit dhe ato godasin këto substancat kimike dhe i derdhin në vaj aty. Plus edhe presohet dhe neve kemi përgatitur me të vërtet një vaj që është shumë i shëndetshëm dhe rigjenerues, sidomos për mëlçin, ulçrat në stomak, gastritin e stomakut dhe ulçrat në zonën e trashë. Që do të thotë, ky vaj duhet të konsumohet pikërisht me mund të përdoret afërsisht 2 lugë kafe për fëmijët deri në 10-12 vjeç, ndoshta nga mosha 3-4 vjeç e sipër përdoret pas një pengesë dhe tek të rriturit. Pra, mbyll plag që ndodhe në brendësi të organizmit. Përmirëson mrekullisht mirë funksionin e mëlçisë. Ne kemi provuar tek shumë njerëz, tek shumë që kanë transaminaza, që kanë bilurbinën e rritur, që kanë sy të zverdhur e kështu me radhë, duke bërë këtë kombinimin e këtyre luleve që ju keni në dorë dhe duke shtuar 2 deri në 3 gjethe nga tambëlgjaku. Nëse do ta kemi të njom, po patjetër, po. Atëre, shiko, sikur të marrim, për shembull, 1, 2, 3 gjethe. Kaq. Kjo është pra bima e tambëlgjakut. E tambëlgjakut. Shpeni gjethen çfarë forme? Po ta vëmë re. Shikojmë tash. Kjo filloi të nxjerrë atë qumshtin si portokalli. Si ngjyrë të verdhë portokallia. Po. Atëre, që të treja këto së bashku, nëse i përdorim për trajtimin e sëmundjeve virusale,
do të na japi një efekt të mrekullueshëm në organizëm. Po. Atëre, këto bimë që rrisin dhe fuqizojnë veprimin antiviral dhe antibakterial mund të përdoren nga njerëzit 4 deri në 6 javë. Pa krijuar asnjë problem në organizëm. Në mënyrë të pa diskutuar. Nëse mund të shtojmë edhe ndonjë gjem gomari ose ndonjë diçka tjetër, po mjaftojnë këto të treja dhe ne kemi vënë procesin e mëlçisë, qoftë të zmadhuar, qoftë të dhjamosur, e kështu me radhë. Për çdo problem që mund të ketë mund të ngarkuar me toksina. Po patjetër, kjo ka filluar që ditët e para që të na japi atë mrekullinë e dëshiruar. Mbas 4 deri në 6 javëve mund të bëhen 2 javë pushim dhe pastaj mund ta vazhdojmë 1 javë trajtim, 1 javë pushim. Pasi edhe ato viruset për shembull e njohin më pas këtë dhe fillojnë që të reagojnë, të kundërpërgjigjen trajtimit që ne do t'i bëjmë. Prandaj ne si thua duhet që ta gënjejmë në kuptimin figurativ atë virozën, atë virusin që mund të jetë qoftë hepatiti A, B ose C, me këto bimë. Ja, kjo treshja që kam unë në dorë, basani, bishtamithi dhe tambëlgjaku. Një çaj me këto të treja. Sikur e harrojmë trajtimin dhe përsëri rikthehemi, atëherë rezultati do të jetë i mrekullueshëm. Pra 3 deri në 4 deri në 5-6 javë si kundër tham, përvarësisht edhe të ngarkesës që ka organizmi. Po nëse është bilurbina 4, mund të përdoret edhe një çik më shumë. Edhe vaj basanit, edhe këto që neve përmendëm këtu. Doktor, faleminderit për gjitha shpjegimet që dham sot për këtë bimë, për këtë lule, e cila nuk është thjesht një bimë e rritur aty në natyrë, por është një bimë që na jep kaq shumë benefite për organizmin ton. Nuk të doja të mbaronim këtu përpara se të ndahemi, mbaj mend vetëm pak ditë më parë gjatë procesit ton të gatimit. E para kemi marrë disa telefonata që kërkonin doktor Yllin dhe e dyta një zonjë që ndjes por nuk ja kujtoj emrin, na pyeti që nëse mund të na tregonit në një formulë për infeksionet urinare. Tek gra, tek vajza, diçka çfarë mund të përgatiste zonja, kështu që unë ja premtova që ditën e hënë do ta pyes doktorin, nëse zonja është duke na ndjekur, le ta marri përgjigjen tani nga doktor Ylli. Çfarë mund të bëj punë më së miri për infeksionet? Në përgjithësi, infeksionet urinare vijnë nga bakteriet, kryesisht kjo Escherichia coli. Femrat infektohen më tepër pasi ato që të dy pjesët e shkarkimit janë shumë afër me njëra tjetrën dhe njeriu gjatë higjienës, gjatë pastrimit, mund t'i marrim nga anusi dhe i kalojmë në pjesën para. Por e para, kjo duhet të lahet me i dorë para, me i mbrapa. E dyta, të bëjmë një shplarje me disa bimë të cilat janë antibakteriale. Edhe këto të dyja që ne përmendëm këtu sot në emision, janë shumë të vlefshme për ata. Por nuk do të qëndrojmë këtu. Ka bimë të tjera akoma më të fuqishme që janë antibakteriale dhe antivirusale. Atëre, nëse zonja do të marri, për shembull, le të përgatisim, si thuash, 2 litra çaj. Ku do të hedhim lule basani, ku do të hedhim pak bishtamith, lule basani mund të hedhim 2 deri në 3 fije, ku do të hedhim këtë frutin e dëllinjës, por tek dëllinja është e mira të marrim kokrën e zezë të saj dhe të vëmë re që sa më shumë të zihej kjo dëllinja para, ndoshta 2-3 minuta, do të jetë e mrekullueshme dhe pastaj neve të hedhim këto të tjerat për faktin se ajo dëllinja ka një cip gelatinoze yndyrore në pjesën e jashtme të saj që e pengon futjen e ujit në brendësi dhe nuk ndodh ai shkëmbimi, ai si difuzion. Përsa te këto gjethe dhe lulet bëhet më shpejt. Atëherë hedhim një lugë gjelle dëllinj në fillim që të zihej mirë. Ndoshta unë nuk e di ku banon, po edhe dega dëllinjët hedhim të zihejnë së bashku me lulen e basanit, së bashku me bishtamithin, nëse do të kishte edhe pak livando, edhe kjo është e mrekullueshme, e fuqizon dhe pak sherebel. Atëherë, po ta përdorim këtë çajin 4 deri në 5 gota në ditë, sepse duhet që të shplahet ky infeksion, të shplahet.
po të bëjmë edhe një shplarje të lehtë nga jashtë, 1 herë ose 2 herë në ditë, do të vëmë re që këto ngarkesa të këtyre bakterieve do vinë duke ullur. Ato me vërtet do të shumohen, po nuk shumohen me atë intensitet si më parë. Atëhere, kjo ngarkesë bakteriale, sikur të jetë edhe 10 milion për 1 milimetër kub, të jetë e bindur që brenda një jave ajo ka filluar të zbresi në 2-3. Dhe duke marrë masa që atë shplarjen për shembull, është mirë që ta bëjë edhe partneri. Pasi ky mund të na reinfektoj atë sërish. Atëhere, trajtimi nga jashtë, plus përdorimi i çajrave nga brenda, kësaj i krijon një mundësi shumë të mirë për ta luftuar patjetër dhe ta çojë të jetë e bindur në ndoshta 50.000-100.000. E njëjta formulë përdoret edhe për fëmijët, vajzat cilët vjen nga po patjetër që edhe për vajzat mund të përdoret kështu, vetëm do të rregullojmë dozën, sasinë. Nëse një rrituri 4-5 gota, po një fëmijë 5-6 vjeç që kanë edhe këta infeksion urinar, atëherë mund të përdorim 2 deri në 3 gota nga 150 ml. Pra, dozën e rregullojmë, përbërësit le të ngelen të njëjtë. Rezultati do të jetë i padiskutueshëm. Faleminderit doktor, kisha me merak për ta çuar deri në fund kërkesën që një prej zonjave që na kishte ndjekur në hapësirën tonë të gatimit dhe shumë të tjera që pyetën dhe kërkuan numrin tuaj. Ju uroj javë të mbarsh, jemi të hënën e ardhshme me të tjera këshilla, bimë dhe gjendje të caktuara shëndetësore. Ne do të shkëputemi këtu së bashku. Ishte ky emisioni për ditën e sotme. E referojuni sërish Reze Dielli në YouTube për të marrë këshilla edhe një herë të doktor Yllit. Shihemi nesër së bashku. Kalofshi bukur.